Mungesa ujë të pishëm dhe amortizimi rrugës janë problemet kryesore që banorët e fshatit të ri të njësisë administrative Postri përballen prej kohësh. Sipas banorëve, në këtë zonë nuk është ndërhyrë prej 20 vitesh dhe shprehen se kanë marrë vetëm premtime në fushatat zgjedhore. Për të siguruar ujin e pishëm, këto banorë detyrohen të hapin puse dhe të marrin ujin tek njëri tjetri, ndërsa rruga që kalojnë çdo ditë ndollet mes gropave të mbushura me ujë. Ujë të pishëm s'kena. Dhe tuba e kanë fut vështi dhe e këni si hin dhe e su ka jam rapa të 10 vjetë. Rrugën pesh i një vetë, si është, s'kena kushte, morëm të shashoj që nështë ujë me pi. E me lani është. Rruga është e vështishe e vetë, në për ishën krej skandal, dhe ma thonë këtu s'banë kush kurësen, asë gjonë, s'kanë investu asisen. Këtu kosha në ka për me të rina, i hedhin njerës në kanal, edhe këtu atëherë kur shterët kanali qelbet. Puna tjetër ujë pishëm, këtu s'bon fjali herë. Tëna familjet bajnë me bidona, me gjana. Kur vinë për voda, vinë të bojmë këtë punë, të bojmë këtë punë, i këmë shishojmë ma. Po shë vetë që shfa rrugët është, rrugës e ka këtë ku që ka në këtë vetë, asë njëri gjallë se vetë një sënde. Në rruga që do mas është shumë e prishën, groba shumë, mungojnë farmaci, qatë dush, ka gjana që mungojnë shumë, bo. Përgjithësi është rruga, si është e livizme, ka një si livizin shumë, këtu s'kejnë, asë në kam, s'munish me ecë. Nuk ka para me hapusa, mushin e për njëjë tjetërin, edhe ujtë për zotën, jetë është për ne. Ujtë është jetë, ujtë është para bukës. Rrugë s'kena heqje, po shkive vetë tanë gropa tanë gjona, dhe asë ujtë s'kena, ujtë pishëm, ta 25 vjetë s'kena. Rrugës janë zhele. Vinë këta zotëni deputet, në qofë deputet, në qofë këshilltar, në qofë kryetar bashkijet të shi kanë kaluë, amantët, me gjithë dëshirë, qatë mëngën, ujtë, të bion, rrugën, të kudeson, absolutisht asë një zonë zbohat. Në fshatin e ri jetojnë mbi 100 familje, por me sa duket kjo zonë është lënë në harres të plotë nga pushteti lokal.